Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër të dashur, motra të nderuara, pa fije dyshimi sadakaja dhe bamirësia është një prej veprave më madhështore të mundshme, të cilat Allahu Azza wa Jall na i ka mësu, na ka udhëzu, dhe modelin e kemi tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një njeri me plot virtyte të larta, edhe bamirësia e tij dhe sadakaja e tij dhe afërsia e tij dhe mshuria e tij ka qenë gjithmonë aktive në jetën e tij të përditshme. Por aktiviteti i sadakas dhe i bamirësisë është shtu me dhjetra qindra herë më shumë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Për shkak se sadakaja neve na i fik mëkatet tona sikur uji që e fik zjarrin. Sadakaja dhe bamirësia është mburoj prej fatkeqësive, qofshin në familje apo xhetiu. E sidomos ne sot kujdesin e kemi të fokusuar ndaj fëmijëve tanë, që të kanë një jetë komode, që të kanë një jetë të mirë, të qetë, të sigurt, një stre me plot mirësi dhe begati. Mundësia art o njeri është të ta gëzosh një njeri i cili ka nevojë për ndihmën tënde, i cili ka nevojë për sadakën tënde. Sadaka nuk është vetëm dhënia me parë. Sadaka është fjala e mirë, sadaka është mbuzëqeshja, sadaka është ndihma në familjen tënde, kujdesi për edukimin e tyre, kujdesi për njerëzit që kanë nevojë për mbështetjen, për ndëgjimin e hallave dhe dertave të tyre, e sidomos këtë kohë kur është mbush dinamizimi shumë i madh i jetës tonë, angazhimi shumë i madh për jetët sociale, njerëzit sot kanë nevojë të shprehin ato paknacit e tyre, prandaj bëhu ti ai i cili kimi ndëgju ata. Edhe kjo është pjesë e sadakës. A për vreni vëllezër dhe motra se sadaka nuk është vetëm me dhanë me mjete materiale. Pa fije dyshimi ajo nuk zbehet në asnjë rrethon, sepse kjo është mundësia e artë që nëpërmjet sadakave tona Allahu Azza wa Jall të na i lehtësoj sukseset tona. Allahu Azza wa Jall të na i rrezoj mëkatet tona. Allahu Azza wa Jall të na i fortifikoj jetesën tonë me imunitet të plot, në mënyrë që të gjitha të bamat tona, mysyshet, xhelozit, lakmit e teprume që pastaj ato mund të reflektojnë negativisht në jetën tonë, ne të fitojmë një lloj imuniteti nëpërmjet sadakës tonë për çdo të bëmë, për çdo të keqe, për çdo pakujdesie që vije si rezultat i mëkateve, po dhe i lëshimeve që është natyrë njerëzore që i përgjigjet lëshimit. Andaj mundësia për të rizgju edhe për të ngritë vetdijen tonë, për të ofruar tek Zoti i Madhnueshëm, është e madhe edhe nëpërmjet sadakës. Sa njerëzit të kaluarën që ne kemi model, një shoqërie e ardhë që ne ka mësuar dhe Muhamedi alayhis salam, njerëzit të cilët kanë synu perfeksionin e tyre nëpërmjet veprave të mëdha, ato i kanë arritur edhe nëpërmjet sadakës. Përmendet atje në për historinë të parëve tanë, që kur kanë shku me studiu në për orët e mësimit të tyre, e kryesisht të kaluarën ato orën majt në për xhamit e Allahut, kanë dhënë sadaka fëmit për babalarët e tyre. Babalarët kanë dhënë sadaka për fëmit e tyre. Hoxhallarët, profesorët të parët e dijes kanë dhënë sadaka që fëmijëve t'ju lehtësohet memorizimi i fjalës së Zotit. Ata të tjerë kanë dhënë sadaka që mësuesit t'ju lehtësohet shpjegimi i bukur i fjalës së Zotit. Prandaj sadakaja është një institucion shumë i madh, edhe këtu e përgëzoj popullin shqiptar që me plot kuptimin e fjalës është një ndër popujt e rrallë në botë sot që ekzistojnë, që sadakan e kanë në thelb të shpirtit, të zemrës. Madje këtu garon si ai i cili është fetar, si ai i cili nuk është fetar. Të gjithë këtu nuk lojmë vend dhe hapësirë të zbrazët, por të gjithë e mbushëm me mënyra dhe format ndryshme cilat ne i posedojmë dhe i dojmë. Prandaj unë nëpërmjet kësaj thirrje, këtij incizimi, edhe këtij publikimit, kësaj çka po du me thonë, po du me motivu, po du me përgëzu, po du me kanë myshdë dhënës për gjithë popullin shqiptar, i cili organizohet në mënyra të ndryshme, në institucione të ndryshme, në format individuale deri te ato kolektive. E lusë Allahun te baraka u taala, që Allahu ti fuqizoj, që Allahu Azza wa Jall t'ia mundsoj që këta në vazhdimsi në komunitetin e plot të arrin bereqetin e kësaj që e kanë dhënë për hir të Allahut Dhul Jalal. Dijeni se me anë të
të sadakës ju i shlyni mëkatet e juja, ju i siguroni dhe i rezervoni sevapet e juja, ju i runi evlat e juj, ju i jepni mundësi të madhe për talentin e tyre, për suksesin e tyre, për shëndetin e tyre, për mirësit dhe rahatit e tyre. Prandaj sadaka është diçka shumë e madhe e cila ju ka dhuru këti umeti e ne duhet ta shfrytëzojmë, edhe jemi duke shfrytëzu, edhe duhet ta ruajmë si sytë e ballit këtë mundësi të artë të cilën Allahu Azza wa Jall. Allahu nuk e do njeriu koprac, Allahu Azza wa Jall nuk e do njeriu duar shtrëngum, Allahu Azza wa Jall nuk e do njeriu i cili mendon vetëm për vetveten e tij dhe është egoist, por Allahu Dhul Jalal e ruan. Prandaj ato që e jep ti, ajo është e jotja, kurse ato që e ruan ti, ato të e shfrytëzon këtë botë, e han, e pin, e harxhon, e asgjëson. Ajo nuk mbetet asnjë gjurmë për ty nesër kur desh para Allahut. Kurse prej tash kjo mundësi është e artë, edhe na i ruajmë të mira që na i ka dhënë Zoti nëpërmjet sadakas, por hala më interesant prej këtu ne e ndërtojmë shtëpinë tonë atje në ahiret. Këtë botë ke pa qysh, po mundohemi me rujt, po mundohemi me merremetu, kujdesemi për një tull, kujdesemi për një fasadem, kujdesemi për një përkujdesje, do të thotë aq intensive, kemi fokus të madh për shtëpitë tona. Ana kemi harru që shtëpit e tona këtu janë të përkohshme, a shtëpit tona të përhershme të cilat kur njëherë nuk devalvohet vlera e tyre është në ahiret. Çka kemi dhënë na për merremetimin, ndërtimin, ngritjen atyre shtëpive, atyre kalave, atje ku Allahu po na pret, edhe të njëjtën ku ne ka mundësuar që prej këtu ta ndërtojmë, ta rregullojmë, ta merremetojmë në mënyrë që nesër kur do të shkojmë e kemi të sigurt atë shtëpi. Kjo çush ka mundësi të bëhet, apo vreni këtë trekonçën e mrekullueshëm. Zoti po thotë: "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Për asaj çka na kemi dhuru këtij besimtari, ai po jep. Kjo pasuni është e Allahut, këto mundësi janë të Allahut. Allahu po lyp diçka për asaj që të ka vënë shumë çka. Për asaj shumë çka po të lyp shumë pak, që ti ta jepsh edhe të njëjtën kohë ta gëzosh, ta rush atë shumicën që të ka mbet, por të njëjtën kohë të investosh në atë shtëpinë atje në ahiret, që ajo do të jetë vendbanim i yti i përhershëm. Allahu Akbar, sa të mirësi dhe begati Zotin e ka dhuru, aty ku shumë fal, në atë ditë 24 orë Zotin sejdë me i ra, nuk mundemi me arrit fundin e përpjekjeve tona që e meriton Zoti jonë, me bo për Zotin tonë të përpjekje, këto falenderime, këto lavdërime emrit ti të përkryer për mirësitë dhe begatit dhe udhëzimet të cilat ne ka dhuru.